Kjo është qerdhja e 4 në Gjakov. Komuna e parë nivel vendi me më shumë të qerdhe. Po, kopshti siç po e shihni është duke u punu. Sot jemi posaçërisht të gëzuar për shkak se pas 2 viteve po e përurojmë qerdhen Ganimetit Tërbeshi, të cilën e kemi vënë gurthemelin, e kemi filluar para 24 muajve dhe punë kryesi ashtu siç ka premtuar edhe e ka realizuar këtë ndërtesë kaq të rëndësishme për fëmijët e Gjakovës, më konkretisht për lagjen Rezi. Kjo është qerdhja e 4 në Gjakov, përveç atyre në Korenic, Shishmon edhe Bishtazhin, por do të ketë edhe një tjetër të adaptuar tek stacioni i autobusëve. Kjo qerdhe Ganimetit Tërbeshi ka sipërfaqen e gjithë mbarshme prej 1552 metra katror, kapacitetin për së paku 120 fëmijë dhe përveç se ka kushtuar afër 759.000 euro, pajisje për qerdhe janë afër 81.600 euro. Ne si institucion, pra deri tash i kemi diku në 9 objekte qerdhe në komunën e Gjakovës, tash është qerdhja 10 në Rogov të Hasit, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Atë komuna e Gjakovës mund të them lirisht që është komuna e parë nivel vendi me më shumë të qerdhe në Kosovë. Edhe ne këtë e vlerësojmë si institucion. Vetëm parashkollor ose në qerdhe dikuj kemi 672 nxënës, në parashkollor kemi 712. Ministre, po zhurmë që qerdhja sot u inauguru, po në borë jemi të po bolt, edhe jemi të po munges të kondit të lojnave. Duke qenë se në deklaratën e juj nuk i përmendën këto çështje, a kemi u bë investime që me u rregullu edhe këto dy çështje? Po, kopshti siç po e shihni është duke u punu, objekti ka përfundu tërësisht, kemi siguruar edhe inventarin, përveç investimit 750.000 euro në objekt të kopshtit, për shije dhe rregullimin e oborrit, është edhe mbi 80.000 euro në inventar. Aktualisht, fëmijët janë në kopshtin i cili ndodhet te stacioni i autobusave. Sapo të përfundojnë këtë punë, fëmijët do të jenë të njëjtit fëmijë që do të jenë në këtë kopsht deri në ndërtimin e kopshtit të ri te stacioni i autobusave. Stafi është punësuar për këtë qerdhën e re? Stafi është po në proces,